Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi sot nënshkroi marrëveshje kolektive me sindikatat e 5 universiteteve publike në vend. Ky hap i rëndësishëm ka për qëllim përmirësimin e kushteve të punës së kadrës akademike dhe fuqizimin e cilësisë akademike në arsimin e lartë. Universitetet për të cilat u nënshkrua marrëveshja janë Universiteti Gocë Dellçëm nga Shtipi, Universiteti i Tetovës, Universiteti Shën Klimenti i Ohrit Manastir, Universiteti Nën Tereza Shkup dhe Universiteti Shën Apostuli Pavle, Ohër. Kryetari Gashi, në ceremoninë e nënshkrimit, theksoi se ky është një moment historik për arsimin e lartë në vend, pasi tani të gjitha universitetet publike do të kenë marrëveshje kolektive duke krijuar një sistem më të qëndrueshëm dhe më të drejtë për arsimin e lartë. Me këtë hap, vendoset një standard i lartë për arsimin dhe krijohet mundësia për ndërtimin e një sistemi më konkurrues, ku vlerësimi i drejtë i punës së kadrës akademike është një nga qëllimet kryesore, tha Gashi. Ai shprehu urimet e tij për të gjitha universitetet, kuadrit akademik dhe studentët për këtë sukses të rëndësishëm dhe për këtë moment të përbashkët në zhvillimin e arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.